Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde në Odën tonë kem 3 të ftuar, si shtojmë në Kosovë 3x3. Edhe unë kam shumë për qefi, edhe jam inderuar që i kam sonde këtu. Me ne është Marelba Boqi Fushekati. Mirëmbrëma. Është ish konzulli i nderit i Republikës së Shqipërisë në Toronto, zotri Genc Tirana. Kënaqësi. Mirëmbrëma Genc. Dhe Elbasanlia, apo si ishte ajo? Elbasanlia. Zoja Elba Dakli. Atëre mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se gjetëm. Kjo intervistë është me rast, është së shpejti do mbahet festivali i librit për herë të dytë në Toronto, ku në atë festival do ketë shumë gjëra të bukura përveç libra, do të ketë edhe të ftuar nderi, poet, shkrimtar. Po para se të fillojmë aty, unë dua të flas pak për shoqatën ACDA, Albanian Canadian Development Alternative. Kjo shoqatë e cila ju jeni pjesë e saj dhe si rrjedhoi kësaj shoqate organizimit të ndodhi edhe festivali i librit. Atë do filloj me Eden. Elda na flet pak për ACDA-n. ACDA-ja, si them në Shqip, është me status është një shoqatë jo fitimprurse. Është praktikisht një grupim i disa njerëzve, 3 nga të cilët jemi ne këtu, të cilët u bën bashk me dëshirën për të kontribuar për komunitetin shqiptar. Misioni është i shumanshëm, do thoya unë, është i gjerë misioni i shoqatës, dhe është që të ruaj, të kontribuaj për të ruajtur trashëgimin shqiptare, kulturën shqiptare, të kontribuaj për të ndihmoj komunitetin shqiptar që të integrohet në komunitetin lokal dhe të mbledhi më të mirën nga ekspertiza nga ajo që kemi marrë ne këtu tani, edhe mundësisht ndihmojmë edhe ta transferojmë këtë ekspertizë jashtë kufive të Shqipërisë. Do të thënë, misioni dhe vizioni është që kjo shoqatë shërbej si një urë lidhje midis 2 komuniteteve, midis 2 vendeve, midis 2 kulturave. Bukur shumë. Genc, sa kohë që i angazhuar këtë shoqatë? E di që i këtë qenë aktive dhe si ish konzull deri? Po ta shoh nga brenda, si thosh, unë nuk çuditem me veten time, sepse gjithë jetën kam marrë pjesë për organizata heqëritare si pasojë një vullnetarizmi që kam pasur si person që shumë i ri. Në këtë rast unë doja shtoja diçka që njeriu ja ta shohet një grupimi, domethënë serioz, edhe këtu zule pa përmendur fondatorin Rudin Daklin, i cili u bë iniciatori i kësaj organizate. Kjo është organizatë jo fitimprurse, po në fund fare është një organizatë e cila që në hapet e para e projektoi veten mirë, sepse ka plot projekte të cilat janë bërë në fushën e digitalizimit, në fushën si thush kulturës, ka kriju si thush plot takime me njerëz cilët kanë shkruar libra. Pra nuk është se dolëm ke festivali rastisht. Domethënë është një vazhdim të tërë edhe pse koha është e shkurtër. Desha të them që ju ata shova shumë shpejt nga që pash seriozitet në atë. Edhe ne jemi një grup thjesht secili bën një punë vullnetare të caktuar edhe them se doja dalim. Unë nuk dyshoj fare se doja dalim, edhe unë e vlerësoj shumë aktivizmin tuaj. Unë gjithmonë them në intervistat e mia, e kam pik dop të aktivistit. Ai shqiptari i cili merr nga koha e tij dhe kontribon diçka për komunitetin shqiptar, çfarë do të çoh, çfarë do mënyre, unë e vlerësoj shumë, kështu që e vlerësoj edhe angazhimin e juaj. Marelba, po për ju si erdhi? Duket jeni shok me Rudinin. Ne jemi shok që moshën 14 vjeçare. Shkollës mesme, ha? Jemi shok, njihemi, po, jemi nga njëjti qytet edhe e njohim njëri tjetrin shumë mirë. Po është një nga arsyet është dëshira për letërsinë dhe librin. Unë edhe profilin e kam mbaruar që letërsi. Dhe kam marrë pjesë, le të themi, në të gjitha aktivitetet kulturore që janë zhvilluar, takime me autorë të ndryshëm, kështu që nuk ishte fushë pa lëvruar.
për mu. Me dëshirën si shteti që pse jo. Me hëngër pak nga koha jonë edhe me edhe me kënaq shpirtin. Po të kënaq, pra se kjo është se nuk dua të bëj atë altruisten që po e bëj sepse dua thjesht për të ndihmuar, po jo, është kënaqësi personale. Jo, pika po është një motiv personal. Është motiv, domethënë të plotson edhe të plotson goxha. Sepse nuk është se edhe punët që ne të gjithë bëjmë këtu e gjejmë veten në një farë mënyrë në një pjesë të asaj punës që bëj, po kjo është komplet që të plotson. Më pëlqen. Edhe të flas me Gencin, flas me Eldon, kemi një grup fantastik të bordit, domethënë drejtues. A ka mundësi ti di emrat e anëtarëve të bordit? Emrat do përpiqem mund t'i them tani, Gencin qoftë unë haroj. Nëse haroj na di. Kemi jurist, kemi Klodian Radon, kemi patjetër founderi është Rudin Dakli, kemi Elda Daklin, kemi Genc Tiranën, kemi Laureta Vavlën. Tjetër kemi edhe pjesën në Tiranë. Agim Tudulani që është bërë edhe ai pjesë, janë njerëz me vlera, goxha. I respektoj që gjithë. Po kur do bëhem antari aty da? Ti je antari aty da. Si je antar në deri? Ti je antar në deri aty da. Ti je antari çdo shoqate në Toronto domethënë. Ishte këtu Blerina Ruka dhe tha, kam një magazin ku bëj foto këtu, po mirë Blerina thash, a meni mashku ju apo vetë fema, po si jo. Jo vetëm maç, po je. Unë publikisht bëj kërkesa kështu. Jo, bëj shaka, e di që me vlerësoni dhe ju falenderoj për këtë, po unë dua ta përmend një ndjesi që herën e parë kur e bë film ky festivali i librit, unë mbeta gojë hapur. Mbeta i shokuar. O zot, thash, na erdhi dita në mes të Torontos, në një vend shumë të bukur, që ishte shumë artistik, me një rustik artistik, ishte vend shumë i qelluar, me gjitha ato tenda, pa fund, me libra, u emocionova pa mas, bile ishte Keldemi më duket ka qenë bashkë, po? Thash, ku kem qenë, ku erdhëm? Po nuk e ke humbur se ishte i pari festival. Amo ishte i madh, ishte shokus për ne. Do jetë më mirë se radhë. E di, që unë nuk dyshoj fare që nuk dyshoj që det ma mirë, po mu më dha një ndjesi të krenarisë. Thash, më në fund, unë ka mundësi, të thëmë vetit, që edhe ne jemi popull shumë integruar, edhe po ngjizemi si me thonë, po ecim edhe pash njerëz pa fund, tu ble libra, bleva dhe unë, nuk e dia për inercia, jo, këtu i kam vendos disa libra, po shpresoj dhe nuk dyshoj që kësaj radhe duhet më mirë. Genc, unë du të kthehem pak i për gjithë ftuarit. Rrugtimin në Kanada, pse në Kanada e ku? Personalisht. Po. Kjo është pyetje e vështirë, edhe pse kam dëshirë këtu në podcast, domethënë në Odën. Mos u hap shumë. Ti jem transparent. Po ti mos na pyet shumë. Ti jem transparent. Jo, mund t'i jap përgjigje, s'ka problem. Ne ishim njerëz që shpresuam shumë nga shoqëria shqiptare në ato fillimet e viteve 90, edhe pati një shkëputje, pati një çarje të vogël në shoqëria shqiptare, nuk po ecte aq shpejt në drejtim që gjithë ne prisnim. Unë kam qenë gazetar atje, kam qenë pozita shumë mira. Pra nuk kemi ik për atje se ishim keq. Më kupton? Kjo është dhimbje. Por ashtu. Pra ne erdhëm duke qenë se pati një zhgënjim në momentet e viteve 90-97, edhe megjithatë nuk ka rëndësi me qa. Duhet me thënë që u bën një hap, edhe hapi po ta marrësh është pozitiv. Shumë njerëz e shohin këtë në mënyrë dramatike ose në mënyrë romantike, quhet si dush. Hapi është pozitiv, fund fare tash jemi qytetarë të botës. Domethënë edhe kemi qenë, po edhe jemi. Jemi tamam. Pra domethënë ka një ngritje, ka një progres. Po i kthem asaj që Marelba tha që ne kur vim në një shoqëri si kjo të Amerikës Veriut, nuk është se e gjejmë veten 100%, edhe natyrisht që ne duhet plotësojmë veten tonë me ato çka kemi lënë. Edhe praktikisht kur më prezantova si shumë herëve në pozitë vështirë, ish konsull, qa ishte konsulli për mu? Ishte punë vullnetare. Pra do më thonë thjesht, vullnetarisht, unë thash konsullin deri. Kur tu nderi, do thotë s'ka leka. Eksakt, pra. Do më thonë, ne këtu plotësuam veten, duke siç e plotësoni edhe ju përgëzoj për këtë mrekulli që keni bërë me Odën. E kupton, sepse në fund fare vjen nga fusha e artit edhe këtu plotësohesh me një diçka tjetër që është në fushën e mediave, po që është e ngjashme me të. Pra do të thënë mund ta shpjegoj edhe më tutje, po ndoshta shikuesi
e programit dëgjuesi i programit tuaj mund mos jetë shumë i interesuar, po ta marrësh në përgjithësi të gjithë ne këtu këtë motiv kemi pas. Domethënë ishim diçka aty, por një farë mënyrë nuk e gjetëm veten për momentin, lëvizëm, tani e kemi gjetë disi vende, sepse jemi në një vend civil me plotësimin që i bëjmë ne vetvetes jemi në rregull, kështu që formula ecën jam optimist. Po Erda, po për ty, si çfarë ndjesie ke ardhja jote këtu? Largimi nga Shqipëria. Mund të them diçka e ngjashme me Gencin. Genci e përmblodhi mirë. Arsye personale, unë mblodhem disa gjëra, kisha shumicën e familjes këtu. Shpresoj keni sistemuar këtu. Nuk e di, nuk du me unë ngatru me fjalët. Sistemimi është shumë fjalë ngarkuar. Shumë është, po. Integrimi i vërtet zgjat shumë kohë, është shumë individual, ndryshon nga njëri te tjetri. Mendoj që ajo 100% që përmendi Gencin, vështirë të arrihet. Më e mira që mund të bëjmë ne është që të gjejmë identitetin e ri, të gjejmë veten, përshtatemi në këto rrethana. Edhe ndoshta me vërtet gjejmë diçka të re, domethënë të marrim më të mirat e vendit edhe përzihem ato që kemi marrë nga njëri vend te një tjetri. Marelba, kam dëgjuar që ty burrit ka sjellë tu. Po gjithë edhe mund gruan Në fakt im shoq thot kundërtën që unë kam sjellë këtu. Gratë na kanë. Ai mua më ka sjell diploma e Orlit këtu në fakt. Pra ishte Orli që aplikoi për të ardhur, po dëshira ka qenë e imja. Kështu që atij nuk do t'i pëlqej kur ta dëgjoj këtë, po vazhdon thotë që e kam sjellë unë dhe është e vërtet. Shiko, vjen një moment që vendi të hyn në lëkurë. Dhe ti je antar, domethënë je qytetar i dy vendeve, je po aq shqiptar sa që ndjen që i do dhe këto gjërat kanadeze, të pëlqejnë. Shkon atje dhe mendon që edhe ke ndryshu. Nuk ka rëndësi për mirë apo për keq, por kur shkon në Shqipëri e kupton më shumë ndryshimin. E vërtetë. Dhe unë nuk jam duke thënë që ndjehesh i huaj në vendin tënd sepse nuk ka një poezi Kosova, nuk e mbaj mend autorin, po më duket është këngë kur ta ktheva Kosovë shpinën, e lashbor e gjeta dimër. Është mu më ka bërë për qarë kur e kam një rapsod më duket se rapsod e ka bërë. E gjithmonë e kujtoj këtë. Por nëse drama e Kosovës me tonën nuk ka ndryshe, po janë gjithë gjëra ndryshe. Vendi të hynë në lëkurë, po. Edhe është personale pastaj çfarë do bëjmë. Shiko, nëse mbetemi gjithmonë duke ankuar, nuk i bëjmë mirë as vetes as kujt, kështu që. Është vërtet edhe kjo. Ja, le t'i marrim çdo lloj situate dhe çdo lloj vendi më të mirën, edhe le t'i japim më të mirën, se është i marrëdhënie e ndërsjell që të rrit. Unë do përdorja atë kemi rrit. Eksakt. Trit. E vërtet. Mirë, atëherë unë do kthehem tek Festivali i Librit, që është edicioni i dytë. Sa duhet më ndryshe Genc nga edicioni i parë? Nga gëzotash. Po s'pari edhe sikur të unë thash atë edhe prapë mbetem që do jetë më mirë, po sikur të mbetet ai që është. Desha të them me një fjalë do ta përmbledh, është nga aktivitetet më të mira që mund të jetë organizuar një herë në Amerikën e Veriut, jo në Toronto. Sepse e them unë që kam marrë pjesë kudo në plot aktivitete, bashkë kemi qenë në plot aktivitete shqiptaro-kanadeze, po themi, ky mbetet unikal. Pse mbetet unikal? Sepse letërsia është unikale. Pra, do të thënë, letërsia shqiptare, si gjithë letërsitë e tjera, ka tema universale, tema lirike, tema dashurisë, tema të dashurisë, tema trimërisë, tema të jetës, të historisë. Pra, do të thënë, ne me një festival si ky ne prezantohemi jashtëzakonisht mirë në komunitetin kanadez, flas, jo vetëm shqiptar-kanadez. Përfaqësohemi me atë më të mirën që kemi. Tjetra, kjo është urë lidhse midis Shqipërisë, Kosovës dhe diasporës. Mund thoj edhe Maqedonisë Veriut. Flas. Kudo në treva që ka shqiptar, sepse lidh pikërisht autorët, letrarët, njerëzit e dijes, njerëzit e letrave me publikun e gjerë. Edhe kjo bëhet në Amerikën e Veriut, nuk është pak. Domethënë, iniciativë si kjo që e morë për herë të parë nga grupi Albanian
Canadian Development Alternative, u pasu më tej. Në New York u bë një gjë e ngjashme. Mund të flasi Marela ose mos flasi Elda më gjatë për këto se din më shumë detaje. Po fakti është që menjëherë pati kërkesa, edhe nuk është se është e pari edicion. Mund them që është i tretë, sepse është bërë në Toronto, është bërë në Montreal, dhe është po bëhet prapë Toronto dhe prapë do bëhet, sepse ka kërkesë. Është bërë në Montreal. Po, është bërë në Montreal. Po vjet, po. Pra, du të them ka kërkesë, pse? Sepse janë gjithë brezat e interesuar. Janë gjithë brezat e interesuar. Letërsia, duke filluar nga letërsia për fëmijët, duke vazhduar me tutje. Do jetë më mirë, le të flasin zonjat që dinë më shumë detaje për këtë, sepse po shpenzohet më shumë. Është marrë një ambient më i madh në Humber College North Campus, që është shumë dinjitoz, e do të ketë ambiente më të mira, edhe do të ketë pjesëmarrje më të mirë, parkim më të mirë në 8 tash. Edhe ne do flasim për të në fund, kur unë do të bëj një thirrje njerëzve, domethënë që të vinë dhe të marrin pjesë. Po, gjithsesi do të bëjnë thirrje. Unë du të ndaj një moment shumë interesant në edicionin e parë. Isha duke dalë, edhe aty afro një qift i ri, kishin qenë vlla e motër. Kishte vllau ta vizitonte motër, këtu motra studiante. Edhe nuk kanë ditë çfarë bëj, kanë dëgjuar që o festival i librit, hanë mo shkojmë. Tha, është hera parë që unë angazhohem dikun ose shkoj me një event që është shqiptar. Edhe unë i fola shoqata kjo, fola për këtë shoqatë, festivali i librit, këtu i ka atje. Tash ajo gocë është e angazhuar në komunitet. Dhe të kur u tako më vonë dikun rastisht më thau zot sa mirë kalova me ato problema një libër. Kjo i duhet rinjë shqiptare, të afron me prindrit e vet, të vinë, ndoshta nuk edhe lexojnë mirë shqip. Sigurisht. Po, është temë vete. Është temë vete. Po pse jo mos ta ndin veten që edhe shteti i prindërve tyre ka çka jep, ka kulturë. Mendoj që kjo është sa më shumë tritje afron edhe du të pyes. Sa ka tri që janë të angazhuar vullnetar në këtë festival librit? Apo është ka shumë të ri që janë të angazhuar. Unë do marr rastin këtu do përmend diçka. Na pyetet si parathanie e asaj që do them lidhje me trit. Na vjen pyetja, na ka ardhur pyetja mos festivalit parë në lidhje me suksesin, si e shohim në përfundimi, rezultatin e festivalit. Dhe s'diskutohet që ne bëjmë bilançet e tona, audienca pastaj ka gjykimin e vet. Për mu, një nga treguesit më të mëdhenj të suksesit ka qenë pikërisht ky. Ka pas një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të rinj shqiptar, të brezit dytë emigrantëve, që ishte nuk, do të thënë, ndoshta e çik paragjykuese se nuk kam shumë kohë që jam këtu, nuk e njoh shumë komunitetin, po unë nuk e prisja, ishte e papritur e këndshme. Një nga sukseset, një nga gjërat më të mira që pati festivali. Ne kemi pas mbi 50 një grup mbi 50 vullnetarësh. Një pjesë e cilëve ishin çuna goca, mosha shumë të reja. Mosha shumë të reja. Dhe një nga gjërat që më ngrofi shumë gjatë festivalit shifja ishte pikërisht se si dy brezat u përzejnë me njëri tjetrin. Po prap kaloj të pyetja. Po, ka pas pjesëmarrje. Ka akoma, ne kemi filluar jemi në proces përgatitjesh tash. Mirë presim do përsërisim pra në formë thirrje, mirë presim kontribut vullnetar nga kushdo që ka mundësi. Dhe ka pas që tash kemi filluar të shohim interes nga brezi i ri. Kërkojnë xhemi të vinë. Kërkojnë, domethënë unë vetë kam marrë mesazhe personale që a keni nevojë për vullnetarë dhe është prekse, është e bukur dhe prekse. Shiko, brezi i parë i ardhur në Kanada, edhe Kanadaja nuk e ka njohur emigrimin e shqiptarëve herët, le të themi, është daton nga 98-a, është me shumicë, ka pas aty. Ka patjetër, po flasim ikjet pansive. Po. Mbasi kaloi 15 vjeç i pari i rehatimit, i aklimatizimit, gjithmonë ka qenë kjo frika e prindërve që çfarë do bëhet me brezin e dytë. Të mbaj mend dhe biseda dikur që shiko se kjo vdes me ne.
Edhe nuk është pak. Edhe kur I shikon këta, për shembull nipi im është 16 vjeç dhe ishte në festival dhe bëjnë punë fizike, marrin libra, është ajo energjia e trive është shprekse shumë. Edhe ky është emision tjetër, jo vetëm libri, po të tjenë aty. Nuk e kanë atë shkëputjen që brezi I ri nuk na dëgjon më ose fëmijët nuk janë më. Është shumë e bukur. Atëherë unë bëj apel të gjithë të rinjve shqiptar, goca, djem, çuna, vajza, çika që të afrohen në edhe të njihen me njëri tjetrin, është vendi aty perfekt, aty është të njihen me njëri Aty është tjetrin. ma vetit që këta trinjt njihen mes vetit, krijojnë shoqëri. Pikërisht. Duke ardhur me krye një punë vullnetare. Patjetër. Edhe ndoshta do blej një libër të vogël aty. Po dhe do njihen mes vetit. Këto është bukuria e gjithë mohabetit. Pse unë them e përmend gjithmonë atë shtëpinë e shqiptarit apo Albanian Convention Center. Na duhet që fëmijët tanë kënë ku takohen. Shumë është e thjeshtë. Është aq e rëndësishme, po të njëjtën kohë është e thjeshtë sepse kur e ke një pik grumbullimi dikun që vin tjerët, edhe din që këtë datë bëhet kjo, këtë ditë këtë, ose ditë shtunë bëhet këto djele këto. Ke edhe vend ku moshat e treta mund të vinë, takohen. Po edhe trite, ose teenagers ka që janë moshën 15, 16, 17. Unë nuk do ndalem së punuari me atë mundësin që e kam, edhe besoj edhe ju e gjithë që ne ta bëjmë atë, se ajo është që na duhet ne, edhe kjo është në vazhdim në Festivali Librit në për te, po unë I bëj apel të gjithë trive do t'i drejtojmë këtu, ju lutem shumë afronu, ndihmoni sepse ndihma juaj është vlerësohet edhe njiheni mes vetes si tha Marelba, si dihet më afati çfarë do. Njiheni mes vetes edhe I afron një gjë aq e bukur saç është fjala. Që është e para, po fjala I afron. Fjala I afron. Fjala e gjuhës nënës është prekse, prap. Kush do jeti ftuar? Kush Gec apo besoj se flas unë. Po. Okej. Të ftuar nderi kemi zonjën Rita Petro nga Shqipëria, ajo është e ftuar. Herës tjetër kishim Mikel Demin, këtë herë kemi zonjën Rita. Po. Rita është dhe poete laureate, kështu që ka një temë shumë interesante për të folur. Të gëzuar, po e presim me shumë gëzim Ritën. Ndërkohë që menduam të bëjmë një panel historik, kemi menduar të ftojmë Ermal Nuren. Ardian Vebiu do jetë gjithashtu për të folur për çështjet të gjuhësisë, për çështjet të letërsisë. Ndërkohë që do lëmë edhe hapësira në faqen e ACDA-s, të gjithë interesuarit dhe ata që shkruajnë libra mund të kenë një hapësirë falas gjatë kohës festivalit për të promovuar librat e tyre, ndofta për të bërë një book, një lexim libri, se thamë që nuk do përdorim asnjë fjalë anglisht. Desha thoja book reading, por na rrshet. Na rrshet, por nuk duhet. Ja, ju lutem mos na gjykoj njëri sepse nuk Please. Jemi me po, ju lutem. Ju lutem shumë, po. Po, do kenë ambientet e tyre për të folur, për librat, për bërë një book signing, prap anglisht, por një firmosje, do më të japin autografet e tyre. Po, deri tani jemi me këtë listë të ftuar. Me këtë listë tuar. Edhe në qoftë se kam harruar Po. Unë do shtoja jemi akoma në përpjekje për të sjell të tjerë personalitete nga Shqipëria, jo vetëm nga Shqipëria, si vjet po mundohemi të realizojmë diçka që nuk arritëm të realizojmë herën e parë, që të kemi përfaqësues edhe nga komuniteti lokal, sepse siç e tham, ky festival shifet edhe si duhet jetë një urë lidhëse midis dy komuniteteve, midis shqiptarëve dhe kanadezëve, çfarëdo qofshin kanadezët. Ndoshta është më mirë mos I përmendim emrat sepse akoma jemi në përpjekje, do të thënë jo të gjithë emrat, jemi në përpjekje, jemi në këto fazat e çështja logjistike janë edhe çështja e marrjes së vizave. Ambasada në fakt po ndihmon goxha për mundësimin e ende ato viza su larguan? Vizat nuk u larguan. Gjasmon se kuptoj, ja, nuk e di. Edhe ne nuk duam të rrëshqasim biseda politike. Jo. Mund të themi që po të ftuar do ketë nga Shqipëria personalitetet fushës letrave, të historisë, të botimeve, të përkthimeve,
Dhe shpresojmë, duket sikur sa rate do arrim të kemi kanadez, po e themi kështu. Po, kanadez, po. Thjesht. Nga Amerika e Veriut, domethënë nga komunitetet shqiptare, jo thjesht në Toronto, nga Montreali, prap. Po kufizohemi me gjeografinë kësaj radhe, shumë shpejt do i përmendim edhe emrat, do na ndiqni në mediat sociale. Për libra desha të them për shtëpitë botuese që janë afruar, është Onufri, është Dita SHPK, Bukinist dhe Albas. Unë kam ardhur me letër. Jo, mirë është të dim se duhet ti përmendim këta. Pikërisht. Këto janë shtëpitë botuese që do sjellin libra. Ndërkohë që po kaloj prapë tek numrat, janë 760 autorë shqiptar dhe tuaj, janë 140 tituj librash, edhe 119 botues. Libra nuk duhet të jenë kaq, duhet të jenë më shumë, por ndoshta unë kam. Edhe këtu jemi akoma, do të thënë shifrat nuk janë finale. Nuk janë akoma finalizuara, por është masiv. Festivali është masiv. Unë do përmend një numër. Genci dha një intervistë në një tjetër media dhe aty u fol për suksesin. Dhe ne para se të vinim këtu e diskutuam me Eldon, çfarë është suksesi për një festival libri? Shitja librave është një arsye, po, do me thënë më shumë se monetare, është shumë fisnike si akt. Po janë shitur 2100 libra herën e parë në festival, vetëm në Toronto. Dhe 780 në Montreal. Kështu që mund të mendosh që 3000 shqiptar kanë pasur mundësinë të marrin libra shqip. Unë kam blet dikon 10 libra. Po, kështu që unë kësaj radhe do kërkoj libra ato që kanë bet, nga gjithë se do ta mush odën këtu. Ka libra të mirë. Si që është batë. Ja gjithë këto libra këtu që ishin, shumica nga to, përveç Sokratit dhe Bekefilit, këto i kam ble dhe disa tjere kam marrë në festivalin e parë. Unë këtë herë do ble Martin Camajn, sepse herën e parë nuk e mora. Edhe unë atë do ta marr. Ishte e gjithë vepra herën e parë. Kam përshtypjen që do jetë prapë. Kam qef edhe Ismail Kadrin ta kem komplet veprën e tij. Ishte. Po tash bleja libra epik historik Pellan këto. Edhe se harroj kur Ervini tha, "Bac ti fut atje në histori thellë, do kthesh tash herën tjetër." Do kemi prapë. Unë diçka që desha ta përmendem, duket se edhe Genci do të thotë diçka. Jo. Se është e rëndësishme. Një nga prurjet, po e them, është përfaqësi Alblibris. Kësa radhe Marilba përmendi Onufrin, Alblibris është i themeluar nga botus nga Bujar Hudri, i cili është botusi Onufrit, dhe është iniciativa që realizoi, do të thënë është një grupim, janë ata që realizuan panajirin e librit në New York. Do të thënë këtë radhë janë 2 grupime komunitetesh, grupim New Yorku edhe Toronto që bëhen bashkë. Gjatë që ju keni bashkëpunim, po. Qysh edhe herën e parë, edhe ka mundësi që të bëhet edhe New York. Është bërë New York. No, për herën tjetër. Patjetër. Synimi ky është që kjo të kthehet në traditë që bëhet në Toronto e pastaj bëhet New York. Do ishte bukur. E ti ku dua të ndaloj unë? Tek? Unë e kam shumë qejf fjalën. Tek fjala festival. Po. Është pak më ndryshe se panajir. Edhe është nga latinishtja festus, do të thënë të festosh. Festosh diçka. Dhe gjatë gjithë është huazuar nga shumica e gjuhëve, domethënë është një aktivitet ku gjithë gëzojnë. Genci e përmendi sot, unë po ta huazoj si fjalë dhe thash një festë e gjuhës shqipe, dhe kjo i përshtatet është festë e gjuhës dhe letërsisë. Po tash a quhet panajiri i librit apo quhet? Ky është festivali. Festival. Po. Ne kemi më bukur. Është akoma më bukur. Dhe ne jemi me fjalën festival, me ato kemi qenë dhe me ato do mbetemi. Ajo bukur shumë. O Genc, po përveç këtyre të ftuarve që do vinë, na flet edhe rreth vendit ku është, si se e di që ke qenë pjesë e procesit. Shiko,
ai vendi është caktuar tashmë është Humber College North Campus. Humber College North Campus North është në Highway 27 me Finch. Left side. Aty përballë është një spital. Një spital nga më të mirë, Etobicoke. Etobicoke. Domthon është në Etobicoke, Highway 7 and Finch. Highway brenda Toronto. 27, fal. Brenda GDA. Po. Doja të them, Xhemi, jam plotësisht dakord me ty që kur në një bisedë si kjo te Oda, mirë është që ti jesh konkret dhe shumë mirë që po dalin emra mbi emra, edhe pse nuk është se janë përcaktuara përfundimisht se burokracia dihet, vizat këto ato, po desha të them, ju pyetet për vullnetarët, çfarë më kanë bërë shumë përshtypje, një grua re, Ina Kocaqe, e cila solli plot të rinj. Pra ajo ka një organizëm vetëm, domethënë që drejton të fëmijët. Ina Zoza, Marlis Got Talent. Edhe e kupton, pra janë komunitete shqiptare që e bën këtë. Ne jemi thjesht organizator, iniciator të një eventi të madh, apo të ngjarje të madhe. Ti flasim shqip me që thamë. Po që po ta marrësh gjithë komunitetin ngrit në kam. Pse? Sepse duket rëndësia, pesha. Edhe kur folëm ne për pjesëmarrjen, e rëndësishme është, unë do ta nis që nga monologu që pata në fillim, nga hyrja që pata, kur kjo është urlidhse midis Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe diasporës. Edhe në këtë rast unë ngulkëm se është pikrisht një plejad autorësh në diasporë, në Amerikën e Veriut, mundi edhe në Evropë, unë nuk e njoh mirë se nuk shkoj shpesh më tash në Evropë, po në Amerikën e Veriut ku ata nuk kanë një platformë të qartë se ku ta shpalosin, si thush, produktin e tyre. E kupton, ose veprat e tyre, s'do të qytë produkt, me thënë drejtë, është vepër letrare. E kupton? Pra, do të thënë, atyre u jepet një shans tjetër. Pra, do të thënë, ke parasysh çfarë dimensionesh merr festivali, është dimension multidimensional. Pra, shumë dimensionesh ku ti ndërthur autor nga trevat shqiptare me autor nga diaspora, cilët nuk e kanë këtë mundësi, për shumë autorët që janë në diaspora, ato kanë platformat e tyre, kanë festivali, bën Tiranë, bën Prishtinë. Kurse ky është një ngjarje e madhe. Pra, desha të them që jo vetëm organizimi nga ana teknike që mund të flasim më mirë zonjët se sa mu, nga pikpamja teknike që do jetë relativisht më mirë, por nga ana logjistike, po unë e shoh më gjërë, e shoh nga platforma që është kriju një platformë e cila po duar trokitet, edhe po miratohet edhe po mbështetet nga të gjithë. Pra ju bët një thirrje për të rinjt, po janë gjithë mosha jone, gjithë njerëzit. Jo, unë i ftoj gjithë që të vinë sa më shumë njerëz ta vizitojnë, po thirrja ime është për të rinjt që të vinë bëjnë punë vullnetare. Unë do bëj, jam afruar, kam thënë çka ka nevojë nga unë, atë sa mund, veç mos më shtini me quran librat se e kam pak problem bash. Edhe kur krijohen pikërisht këto lidhje, ne dalim tash ke të rinjt i çik më gjerë. Të rinjt janë më në rrezik, sepse ne kemi identitet, ne kemi zor them. Për shembull, djali im kur flet shqip, që flet shumë mirë, përkthen nga anglishtja. Kur unë flas anglisht, përkthej nga shqipja. Është ndryshim i madh. Varet se si ti e mendon shprehen edhe ato që do të thosh. Ne nuk i shpëtojmë dot kësaj, sidomos në Amerikën e Veriut ku asimilohet shumë kollaj. Edhe pikërisht është kjo iniciativë e cila do që të ruaj këto vlera të identitetit. Unë mendoj që i ke zonë trenin e fundit. Po sigurisht. Se ju gjëratat e juaj, e jonja këtu, jem ata që i do i vendosin marrëdhëniet, sa më thellë që ata të influencohen gjeneratat që po vinë. Që ta vazhdojnë ata, pse jo. E kjo është mënyra, një nga mënyrat. Një nga mënyrat, po. Dolet në shtegencë se unë aty desha dilja kur pyetja jote ishte ka pas interes nga drejt dhe ne dolëm direkt të vullnetarët, se jemi duke diskutuar për atë. Interesin e të rive unë do doja të shifja edhe tek letërsia. Dhe shpresoj që të ketë interes, në mos do ketë shpresoj që këtë zgjoj interes tek brezi i dytë për letërsin. Ky është një nga të mirat e tjera që tjera gjërat e mira, sukseset e tjera, ose suksesi tjetër që pati festivali edhe që unë pres
të ketë në këtë edicion, që t'i ekspozoj të rinjt brezin e dytë me letërsinë shqiptare, me gjuhën shqiptare. Do të thënë të nxjisi interesin për krijimtarinë shqiptare. Dalin shumë problematika që këtu nuk besoj se i cekim dot në këtë minutazh që kemi këtu. Do të thënë pyetje kush do e lexoj gjithë kjo plejadë autorësh që përmendi Genci. Unë pyes veten vazhdimisht kush do e lexoj këto. Do të thënë këta që shkruajnë shqip sidomos. Një nga temat që do trajtojmë që duam të trajtojmë në panelet që po planifikojmë është kjo, përkthimet. Domethënë si mund ta sjellim ne veprën krijimtarinë shqiptare, shqipe tek brezi i dytë, sepse tash nuk është. Domethënë pra interesi i të rive edhe për t'u afruar me brezin e parë për t'na njoh. Po është e vërtetë kjo. Kjo që ngre Elda është një nga problemet më themelore të emigracionit në tërësi në botë. Pra kjo sfidë, theme gjithë sfidë, nuk është që challenge i theme në këtu. Kjo sfidë është për gjithë, sepse brezi që vjen duke humbur gjuhën. Bile unë jam si me moshë qik ma shumë se sa tjerë. Jo, mirë i ke. Mi pra. Shumë mirë. E kisha fjalën ju, unë flase për brezin e tretë. Unë kam besën 8 vjeç. Më kupton? Flase për brezin e tretë. Kush është qëllimi jonë? Ne do të përballohemi me këtë sfidë. Me këtë sfidë që njerëzit po humbin gjuhën dhe kur humb gjuhën humb dhe identitetin. Po, shumë. Paka shumë. Po ç'a ndodh? Pikrisht, prandaj e vlerësoj unë këtë aktivitet. Ky aktivitet i tërheq njerëzit me seriozitetin që ka. Sepse vjen besa ime që është 8 vjeç e kanë pa plot të brezit të tretë që vjen dhe blen një libër për fëmijë, kanë interes. Po. Nuk din me lexuar shqip, ja lexon ama i ati, por një farë mënyrë janë të interesuar sepse shohin njerëz që hyn dalin, shohin njerëz të veshur, njerëz të ngritur intelektualisht, edhe kanë tërheqje, kanë atraksion. Pikrisht është kjo që po bëjmë ne. Domethënë ne duhet të përballohemi me sfidën edhe duhet të kalojmë për te. Janë një brez që po vinë i cili ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për suport. Këtë mund ta bëjnë shkollat shqipe, mund ta bëjnë prindrit vet, po detyrimisht që do kesh humbje, nuk është se nuk ka. Qëllimi jon është i sjellim të njerëz. Unë duhet të shkoj edhe më tej. 2 fëmijët e mi nuk janë martuesi thosh me shqiptar, se kështu është puna kur vjen këtu. Edhe prit, ata kanë interes dhe ata. Pse? Sepse një bashkëshort ka interes të di identitetin e bashkëshortit tjetër. Edhe po t'i ftosh ti të hujet dhe unë prapë bëj një thirrje tjetër. Jo vetëm shqiptar. A ka mundësi të thrisni edhe kanadez në këtë festival? Pse? Sepse dal ke fillimi fare ku letërsia jon ka dimensione universale, si gjithë letërsitë të tjera. Ne kemi shkrimtarë si Ismail Kadare që janë nivel ndërkombëtar që shiten në Amerikën e Veriut. Edhe Migjeni ishte i madh. Po, eksakt, Migjeni vetë Kadarea e ka konsideruar poet europian. Ata thonë disa që po të ishte Migjeni anglez, do ishte nivel me Shakespeare-in. S'ka diskutim, nuk ka diskutim. Po ne ndonjëherë edhe nuk e shohim nga afër kur jemi në vorbull e nuk e vrem. E merr për të mirë qenë. E merr për të mirë qenë. Këtë do thosha, sikur të vinë edhe kanadez, atë do shohin identitetin shqiptar më qartë. Kjo është një çështje, është një teknikalitet, do të thënë, ka një aspekt teknik të kësaj. Nuk janë përkthyer këto vepra. Edhe që këto të përkthehen, që të përhapen në botën e jashtme, jashtë Shqipërisë. Duhet kaloj një rrugtim edhe unë shpresoj që ka një rrugtim domethënë që çon deri atje edhe ky festival besoj që ndihmon domethënë. Unë jam më së bindur që do ndihmoj, por unë kam një pyetje për Marelba. Do të jam gabim. Por sa shteti shqiptar dhe shteti i Republikës së Kosovës i ndihmon botuesve? Sa të liruar nga taksat? Ke ide për këtë punë, sepse unë kam dëgjuar, nuk jam i sigurt për këtë, që nuk është që edhe ndihmon shumë.
botuesit dhe shtëpisë. Nuk kemi shumë informacion për këtë. Unë më shumë mund të flas për publikimet online që besoj që nuk është se kanë ndonjë ndihmë të madhe nga shteti shqiptar. Nuk më duket se kanë, për shembull revistat periodike. Se janë disa revistat që disa nuk janë profitabile. Ato ish dash pakut suportohen nga shteti. Nuk janë. Po edhe të lirohen nga taksat shtëpit botuese, që t'jetë një sistem që edhe publiku shqiptar t'i ketë më të lira. Me sa di unë kushtojnë pak si shumë, sidomos për buxhetin familjar në Shqipëri dhe sot. Për ne këtu është në rregull, se aty janë çmimet. Po, ama për atje janë një çik më shtrejt. Edhe unë shpresoj që mytëm të shpresuar. Po shiko, shpresa është gjë që shoqëron. Jo, nuk ka rëndësi se kur vdes shpresa, po e shoqëron njeriu, është kështu si një ngushëllim i heshtur aty rrinë. Hajde të kam diçka, është si puna e Zotit, kam diçka, kam shpresë. Kështu që shpresa është një gjë fantastike për ta pasur, por këto, shiko, Bujar Hudri do vi këtu, edhe Rita Petro do vi. Ndofta ato janë pyetje për ta, sepse ata kanë të dy shtëpi botuese. Po atëherë shpresoj që do kem rast i herë ti kem këtu. Një përgjigje të kësaj teme dhe mund ta japim, se për shembull ne nuk jemi në gjendje për të kushtetin shqiptar, çfarë politikash ka lehtësuese për botuese dhe për njerëz, por unë do thojë nga pikpamja burokratike ne prapë mund të flasim pozitivisht, sepse ambasada Artemis Malo dhe ambasadorja është shumë afër projektit tonë, edhe ndihmon. Kjo është gjë pozitive, sepse duhet një nivel diplomatik, një nivel përfaqësimi i shtetit shqiptar që të jetë në krah të këtij projekti dhe ajo është në krah. Po gjeni bëri pyetje për Shqipërinë, kurse ambasada është, ne kemi pas fat gjithmonë me ambasadorët. Është pjesë e Shqipërisë, gjithsesi. Po. Diçka që do shtoja unë do shifja edhe në aspektin e tregut. Pyetja është a kanë mbështetje shtëpit botuese nga shteti shqiptar apo kosovar, edhe unë nuk do shtoj gjë asaj që tha Marela. Po private në fakt edhe unë nuk e njoh atë infrastrukturën, nuk e di si funksionon, do trajtohen këto tema atje. Unë mund të them një gjë që tregu në Shqipëri me si e shohun është shumë i vogël, tregu i audienca është e vogël dhe nuk e di, më duket se tash janë më shumë shqiptar jashtë kufive të Shqipërisë se sa brenda kufive të Shqipërisë dhe nuk unë fakt jam kurioze të di se si e shohin botuesit këtë, do të thënë audiencën, si e shohin diasporën, si audiencën produktet aty. Diaspora e tregoj veten, domethënë edhe me Amerikën, edhe me Kanadan, edhe me Montrealin, interesi është i madh, përqendrimi i shqiptarëve këtu është i madh. Këta dy të ftuar do habitën për këtu në pas kanalit Zusitan. I gjetë më në fund, që nga këtu në Toronto, Montreal dhe New York. Pikërisht. Se nuk e kemi bërë më përpara këtë gjë, ku kemi qenë. Po dhe Evropa nuk është se ka më pak, po është një thirrje edhe për ta tani që duhet çoni librin tek atë detarët tuaj. Unë vetëm po them për punën e taksave që i takon shtetit që disa industri që janë në zhdukje sipër, kuptimin ose cilat e prezervojnë traditën e kulturën dhe artin e gjuhën, duhet të lirohen nga taksat. Që libri të jetë më i lirë, më i kapshëm për lexuesin, më i aksesueshëm, promovohet, po duhet me dashme promovuar, po gjëra të mira, se edhe ajo do punë. Patjetër çdo gjë do punë. Asnjë gjë nuk vjen pa punë. Duhet punë për zonë. Ta veç problemi s'u shtitha me punu, se për tjera do s'ka punë. Me punu. Me punuar, jo për të punuar. Paskajorja. Gjesë më shumë prektera se do futim një debat të rritash ato dy fjallorët aty. Ato dy fjallorët e Prishtinës do me të dhe. Unë e vdes për atë paskajore, ma ka largu. Pa drejtësisht ma ka largu. Ja, zbom, du ta kthej, po shpresoj, javash. Duhet bëjmë një organizat tjetër të rikthejmë paskajore. Po, ta bashkëdizojmë gekdishte me të skrishte pak më mirë. Edhe ta largojmë me dy kaçurela. Dy kaçurela dhe balli. Po punoj për bashkimin, po punoj. Ishte një shoqë imi, jo, tha mu mos më largojnë, pse unë e përdor, gajeti nga Berati. Po jo, nuk pe largojnë, thosh muhabet, po. Ti mund të thuash, ëja është e pazëshme. E pazëshme, po. Ëja është e pazëshme. Po, unë mendoj edhe
ajo do bën, është një të ardhme, do e kuptojnë, edhe atje që duhet bëhet këtë gërshëtimi i gjuhës, me shpresë që të hapet një krau. lloj unifikimi. Po duhet pak më mirë se gjuna me humba gjitha ato fjalë të gjuhës që janë tamam shqipe. Tash ti e ke merakun ke gegnishtja, ke zanoret e hapura të gegnishtit. Aty e ka domethënë. Po, aty e ka. Tingëllon ka aq. shumë tema. Dhe në fakt Edhe është to the point se nuk flet se kur i shoh për shembull kur i dëgjoj gazetarët në televizionet në Tiranë, po. është një abuzim i papar i gjuhës shqipe. Fjalë shumë e gjatë edhe kur ai ngegnisht kondenzohet thuhet shumë shpejt. Kupton, është ndryshe. Është më praktike. Është më praktike. Unë s'po them tash juve t'ju flasni gegnisht tash, ama se shef apshe unë e kum ndru pak, po mundom, po du ta gjej një mes. Pas kajorën ta kthejmë, si thua. Pas kajorën unë mendoj që duhet ta kthejmë. Bravo, e gjeta një vot bac. Ne nga Elbasani e flasim gegnishtën, kështu që. E di, është një gegnishtë më lehtë, po edhe Tirana flet është e ëmbël. Me anë, me zanoren e të hapur, është më lehtë. Po, është më lehtë. Jo, s'po them ajo e fishtës ishte shumë. Ajo e fishtës në fakt është shumë e komplikuar. Është e komplikuar. Po, është e vjetër. Është e vjetër. Është arkaike, është shqipe arkaike, por edhe nga ana sintaksore, domethënë ai është ndërlikuar. Po. Nuk mund ta shijoj çdo njeri, mendoj. Është unë kam përfunduar Lahutën për hir të asaj që duhet ta lexoja. Po. E kam gjetë shumë sfiduese. Është sfiduese. E kam gjetë shumë sfiduese, po patjetër. Se hapi Genzin. Po kush është ai burr? Po le të mos kalojmë këtë tema. Tash që unë ti kthehem festivalit, edhe Elda preku punën e përkthimeve, ti preke çështjen e gjuhës që është qetësuese, edhe gramatika e shqipes kur e shikon. Domethënë ti përmend gazetarët, por ne që shohim, unë shkruaj artikuj ose lexoj dhe shumë artikuj, i kam me shumë qejf. E kur shoh një shqipe, dhe nuk është çështja vetëm që shkruan me një ë apo jo, po edhe forma e fjalisë është tjetërsuar, edhe po e përmend, po i bëj reklam, po Ardian Vebiu ka bërë një set shkrimesh tek ka një sapsak ai dhe thotë shqipja e drunjzuar. Është prishur gjua. Dhe duhet është detyrë e gjithë secilit, se duket si një kështu akt, po është akt. Marel unë po them largoni shkronjën, letohet mohabeti. Ajo shkronja e mu ma shpim kështu, se është problem ku me vendos. Po jo më po është edhe presjet, edhe hapësirat, edhe hapësirat, çdo gjë ka shumë rëndësi, është mungesë respekti ndaj gjuhës sonë. Po. Gjuha është e shenjtë. Dhe në momentin që ti harron një pikë, një presje, prandaj bën gjithë këto manifestime. Dhe prandaj sepse duam gjuhën e shkruar. Pikërisht. Po edhe mediat sociale kanë mundësuar që njerëz të flasin pa pikë çuditse, shpejt kështu edhe shkon harresa ajo. Të them që ajo është po detyra është e gjithë secilit. Shiko, secili nga një pikë, secili bën të vetën. Në momentin që ti e thua diçka mbetet. Ja unë kur shkruaj, e vendos pikën, edhe enter si thonë, e vazhdoj rreshtin e ri. Edhe filloj me shkruajnë të madh. Aja ta bën automatikisht, që është e vërtetë. Po nëse nden ndryshe, unë kthehem e bëj. E lodh veten, ha? Është pak e lodhshme. E vërtetë. Po mu nuk më sheh askush aty kur e bëj, po e bëj nga s'të lën ndërgjegje. Jo s'më lën, po duhet të jetë tamam si duhet, se është gjuha jonë. Kështu shkruhet, kështu janë rregullat, mos ta bastardizojnë. Po i shoh shumë shok çojnë mua, e kuptoj më burr se pa pikë, pa presje, veç kështu. Hajde mo. Ti ke rastin ti bësh një thirrje tash, gjithë. Jo, ke bërë shumë. Jo, po më të bëj thirrje. Aman. Ajo është në ndërgjegjen e gjithë secilit domethënë. U lodhun të bëj thirrje. Jo thirrje, jo. Po shif, na me shumë dashni, me shumë respekt, po i thrasim që patjetër. Po gjërat mira, në fundit jeni, unë e shoh që jeni si më thon aktivistët edhe dashamirësit që e ruan këtë traditë, këtë gjuhë, këto është shumë fisnike kjo. Si çdo është jetë mundi kesh besoj që po i thirrim. Se edhe ne pi thoj vetit, se unë kam gabuar momente të caktuara, më thon jo nuk është mirë. Prek dërgjegja, ta ruajmë gjuhën sa të ke mundësia, se është sfidues edhe jenë në North America. Po, ngjarje si kjo janë gur themeli për gjuhën, për traditën, për letërsinë. Edhe pikërisht pse u mlodhem në këtu, u mlodhem pikërisht për një aktivitet kaq madhor që ve themelin e letërsisë, e gjuhës edhe transmeton tek një impresë tjetër. Sigurisht që kjo do shoqërohet me vërejtje, me sugjerime, edhe i takon njerëzve të letrave, i takon akademikëve që të ulen seriozisht në këtë gjëra,
Po me thënë drejtën, si kudo, edhe në Shqipëri ka skarsitet, edhe mos prit që niveli akademik tjetë në nivellet cilat mund dominoj, çështjes sa i përket gjuhës, letrarët, njësuarën, thetash. Po detyra jonë si flas si qytetar, se ne jemi qytetar, ne jemi aktivist të një organizate, është që pikërisht të ngrejmë këto çështje, siç po i ngreti në media këtu ke Oda, siç po i ngrejmë ne në këto organizime që po bëjmë. Edhe kjo është për të përgëzuar Xhemi, edhe për ne është kënaqësi që ne jemi këtu sot me ju. Edhe na jepet mundësia në mënyrë publike, pra të shprehim opinionet tona në lidhje me këto probleme kaq themelore, siç janë gjuha e shkruar, edhe njësimi, gjuha e folur, etj. Pikërisht për këtë jemi mbledhur edhe kjo është pozitive. Unë e shoh gjithmonë me syrin e optimizmit. Po lexon komuniteti, Po. Shiko. Është duke lexuar, sidomos mas Covid ka pas një shpërthim pa pam. Kur bëm pa festivalin e parë ishte shumë ftohtë, ishte fund nëntori, më duket ka qenë 1 dhjetor. Binte bor, ka qenë akull. Vendi ishte në San Clair, e ke parasysh Witchwood Park ishte shumë i bukur, por nuk ishte parking. Dhe unë më duhet ta them këtë për një arsye. Dhe kur i shifshe njerëzit që vinin, dhe pa fund që u mbush salla, interesi i tyre ishte fantastik. Me të gëzua, ja. A ka parking të ky vend? Parkingu këtu në falas, po ajo herë e parë, ka parking. Ishte mallëngjyse, sinqerisht. Ajo keqja se s'kishte parking aty, po si vend ajo ishte perfekt. Interesi ishte jashtëzakonshëm. Po. Interesi ishte jashtëzakonshëm. U bëm, domethënë, i realizuam gjitha që deshëm? Jo, nuk i realizuam gjitha që deshëm, sepse ishte herë e parë. Gjithmonë ka vakume. Permisime, këtë bëm gatim. Dhe jo vakume. Po. Pra ne kemi marrë të gjitha shumë në konsiderate dhe jemi shumë të hapur edhe ndaj sugjerimeve, qoftë edhe kritikave, patjetër që po. Nuk themi që çdo gjë e bëjmë në mënyrë të përkryer, absolutisht. Po besoj që e njëjta gjë do ndodhi, domethënë me shpresën patjetër që njerëzit vinë dhe ta gjejnë librin. Data kur do? Data 9 edhe 10 maj. Është e shtunë edhe e diel. Me datën 9 edhe 10 maj. 10 maj do mbahet në Humber River, North Campus. Humber College. Humber College. Campus. North And Campus. by the way, është një emër i sallës. Po. Si Janë disa sallat. Është një Science Center, Barrett Science Center. Po, njihet shumë mirë me Humber College North Campus. Po. Parkimi është frit. Është e rëndësishme për dëgjuesin e Odës, e shikuesin, që parkimi është falas. Po, është falas. Sepse njerëzit tuten shumë kur vjen puna e. Po, edhe është kokëdhimi me thënë drejtën, ku si ta parkojnë, jo po me tiketë, është. Gjemi, unë jam marrë me logjistikën dhe kam parë sallën shumë herë, është shumë e bukur. Është komplet e rrethuar nga xhama, ka dritë të jashtëzakonshme. Është shumë e bukur. Domat e takimit do jenë në një kat më lart. Menzi shpres vit lexoj poezitë aty. Ja, tani ke leximi poezisë sot sate, domethënë, ti ke fatin e madh për Perëndis që ke një zë fantastik, kështu që asnjë s'mund të bëj më mirë. Epik. Faleminderit shumë. Më mirë se ti, domethënë, kështu që unë kemi folë herë ke kështu çik si të Petrovskit deri. Enveri, ish profesori i dashur. Unë kam takuar nga afër edhe kam takuar me Kiço London, domethënë në teatr. Kam dhe një foto, ta kam thënë, po, edhe ai dhe zëri i tij ka qenë. Kështu që dhe joti është i ka qenë 10 bot personalitet, 4 jetë studenti, shumë kam mësuar nga njëri. Edhe unë besoj që Simeon jam një kopje e tij. Ma thonë plot kolegë kështu. Ndoshta pa dashje, sepse kur e admiron dikend dhe ke shumë përqejf dhe të respekton, ti e sheh si isha i riu, 19 vjeç kur e takova për e parë. Kur ka ardhur Petrovsi për herë të parë në Tiranë, ka qenë mbas 90, ka qenë krismë zëri i tij. Unë kam qenë teatr në ato krismë. Po. Ne kemi pas aktorë të jashtëzakonshëm, patjetër dhe Shqipëria. Pa ishte tjetër gjë. Ai tash. Unë mbaj mend me një këmishë të bardhë, domethënë në skenë. Shumë. Ai ka qenë një direktorët më të mirë të teatrit në Jugosllavi. Edhe kur ja ka ndruar emrin, ja ka bërë Petrović, nuk ka dalë skenë, nuk jam Petrović, jam Petrovski. Po. Ka qenë burr i mirë, edhe pse fatkeqësisht politika e sulmoi. Tash do futem atje. Nuk do futem. Do vi dita t'ja bëj një elegji kështu se s'mund ta bëja kur diç, u preka shumë.
Ka qenë burri mirë, për unë mendoj, ata që ka njohur nga afër, ka pas fatin 4 vjet mësoj nga ai. Ka dashur shumë Shqipërinë, shumë. Na ka edukuar që ta respektojmë gjuhën e unjësuar, edhe pse ai thoshte nuk është kjo gjuha që duhet jetë, po për momentin këtë e ke, me këtë duhet të punojmë. Po. Këto fjalona pa ton t'i blem, t'i gjejmë ku janë, edhe e ditë këtë që ketë vështirë ne të tingëllojmë tamam si me qenë nga Shqipëria, po duhet të mundohemi. Kjo është ajo që unë sot mundohem, që njerëz nuk e kuptojnë ndonjëherë, pse se është edukimi i tij. Po mirë, është muhabet tjetër. Do t'i lexojmë poezi. Do t'i lexojmë poezi. Po unë duhet ta falenderoj Ina Xozën, që është afruar. Ina Xoza ka qenë e ftuara ime parë këtu. Unë e ndjek, po. I kam ndjek të gjitha podcast. Faleminderit shumë faleminderit. Marlis Got Talent është një kontribuese, një aktiviste e mirë e komunitetit. E palodhur është. Shumë e palodhur. Po edhe falenderojmë ambasadorin që po ndihmon gjitha ne, po afrohen edhe konsulli i Kosovës, po edhe ambasadori i Kosovës, që gjithë jem me një fazë më të mirë komunikimi, bashkëpunimi. Ambasada ka qenë është afruar dhe ka bashkëpunuar jashtëzakonisht shumë këtë herë. Po më gëzon ky fakt sepse çdo aktivitet që përkrahet edhe përkrahen njëri tjetrit është më mirë se në fundit sa më shumë publik shqiptar që afrohet, aq më mirë për ata dhe për ne. Edhe arsyetohet Simon kjo koha jonë. Patjetër. O Gens, po a do lexojmë së bashku diçka aty në festival asnjë? Zëri im lepër dëshiroj. Jo të mirë Po këtë bukur e që gjithsesi unë jam gjithmonë amator, unë kam lexuar shumë gjithë jetën time. Që i vogël, ka qenë një nga pasionet. Edhe sigurisht jam marrë me gazetari për vite me radhë. Sigurisht jam i hapur për lexuar, se s'kudohet, po. Ma lavdu të zonën, për u lavdu edhe unë tash. Jo. Shumë mirë. Gjithkohës që na lavdon. Shumë mirë, po do kemi rast. Ama ta dëgjoj. Na ke bërë me turp. Unë ju njoh dhe privatisht, ndoshta me Genzin një mama diko. Kur tjetri tregon respekt ndaj te, edhe ti jep respekt. Aq më duhet. Eksakt. Për mua shqiptari mirë. Po tregove respekt, edhe tregove gentilese, një elekuencë, është një lloj zot, një lloku që nuk ka nevojë shumë pompozitet, për mua je njëri i mirë. Kjo e mban shoqërinë. Kjo na mban gjithëve. Le të jemi të gjithë shqiptarë të mirë, të mundohemi për të qenë shqiptar. Kem shumë, 99.99. Me statistika është zorë, me statistika është zorë. Di që jemi mirë, komuniteti mirë. Po. Jo, jemi mirë. Jemi mirë. Jo, jemi. Edhe si thua. Jemi mirë. Edhe më mirë do bëhemi. Bravo. Jemi mirë. Atëherë kem harruar në informacion rreth festivalit Marelba, si thua? Nuk mendoj që kemi ajo qëllimi i festivalit doli nga bisedat tona, kështu që nuk ka nevojë ta riformulojmë edhe një herë tjetër, po. Mund kemi harruar, po besoj që tham gjëra shumë të rëndësishme. Po bëjmë një intervistë tjetër. Jo, ne mund të bëjmë një post festival. Ne mund të bëjmë një post festival. Diçka që desha të përmend patjetër ishte të tjerë njerëz të organizata që duhet i falenderojmë. RH Scholarship që ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme herën që kaloi dhe do ta kemi edhe kësaj herë ambasadën Ina Xoza, mbështetje shumë e madhe. Jemi në biseda me antarë të Artist Foundation që shpresojmë që janë, domethënë, këto antarë janë të gatshëm të kontribuojnë dhe shpresojmë që do shtohet lista, po gjithë këto do përmenden. Diçka mund të shtoja unë, një thirrje për sponsorship ne mund ta bëjmë këtu. Po më gjithsesi pse jo? Sepse herën e parë na kanë ndihmuar goxha subjekte, ndërkohë që ne jemi të hapur për të pranuar kontribute. Sa më shumë aq më mirë. Kontribute, po është për një qëllim shumë të mirë. Shumë mirë. Hapni krahun vëllezër motra, hapni gjithë ato biznese. Është për një qëllim shumë të mirë, domethënë. Definitivt. Çdo kontribut është i vlefshëm. Për media sociale mos ta harrojmë këtë. Faqen e keni të Festivalit të Librit apo është faqja e ACDA-s në Facebook? Ka janë dy faqe. Është njëra është ACDA dhe tjetra është Festivali i Librit, por janë të ndërtuara. Të ndërtuara. Okej, në Facebook, besoj që në Instagram keni apo? Po, kemi ka Instagram, okay. Po. Në LinkedIn. ACDA-ja, po. Po, gjëratat e reja dhe përcjellën atë mund të na gjejnë në Festivali i Librit në Toronto ose ACDA, ACDA në Toronto.
Ishte knatësi, me gëzuat shumë, e nderuat Odën, me nderuat mua, Ervinin, edhe Faleminderit, dy kamermanët që unë i falenderoj përzemërsisht, Besnimin edhe stafit. Flamurin, falenderit shumë, Marelba, Gense dhe Eda, shumë respekt. Falenderit për kohën. Faleminderit ty për Faleminderit. kohën dhe për kontributin tënd për komunitetin. Gjithsesi, ne s'do ndalemi, stoik si Për gjithmonë. ndryshe ne nuk do ndalemi. Jo, asnjëri s'do ndalemi dhe do ecim para dhe Si s'kan thënë do rroj shqiptarin shekuj. Do rrojmë apo? gjithsesi do Gjithmonë, rrojmë. gjithmonë. Të fortë, kështu të lodhur, po të fortë. Po s'ka rëndësirë, S'do si ka dorëzomi. thjesht në këmbë. Ne jo, kam po. Atëherë shumë falenderit edhe shpresoj që t'ju uroj shumë sukses që Faleminderit. festivali del sa më mbar edhe i jem kontakt. Faleminderit. Faleminderit. Falenderit shumë. Gjithashtu. Bac, falenderit, Bac. Faleminderit.